Përshëndetje, jam unë Nea Gjani nga thenewtirana.com. Atëherë në këtë tutorial do të flasim për veglat, të cilat veglat ndodhen këtu anësore. Këtu mund të quajmë vegla ose tools në anglisht. Do të shikojmë disa për këtyre veglave, se çfarë mund të bëjnë këto vegla në një foto, në një imazh. Pra për të realizuar këtë tutorial, unë do të marr një foto. Shkojmë tek file, open, desktop. Kam sjellë një foto të Kim, gjithë e njohin këtë personazh. Vegla e parë që do të flasim është Move Tool. Okej, Move Tool për momentin nuk funksionon. Okej, për ta bërë të funksionuar, që të funksionojë vegla e parë, do të kalojmë tek vegla e dytë, e cila shërben për selektimin e fotos në një mënyrë drejtkëndshme, le ta themi. Atëherë, le ta bëjmë një test. Shikojmë, selektojmë vetëm fytyrën dhe shkojmë tek vegla e parë dhe tani mund ta lëvizim. Kalojmë tek rrethi. Rrethi bën selektimin me rreth. Kalojmë tek tjetra, single row. Atëherë vetëm njërisht mund të selektoj kjo. Shikojmë, nuk mund të duket se çfarë kemi selektuar, vetëm duket një vizë drejt, por po ta afrojmë do të shikojmë se ne kemi selektuar diçka. Atëherë, nëse shikojmë mirë, neve kemi selektuar diçka. Ja. Kalojmë tek tjetra. Kjo është një lloj si rrjeshtë, vetëm se është kolon në mënyrë vertikale, pra. Shikojmë, edhe kjo ka selektuar, ai s'është selekton rrjeshtë, vetëm se ka selektuar në mënyrë vertikale. Ja pra. Ndërkohë që harrova t'ju tregoja që afrimi dhe zvoglimi bëhet me CTRL plus për afrim dhe CTRL minus për zvoglim. Okej, kaq ishte për veglën e dytë. Kalojmë tek vegla e tretë, e cila quhet Laser Tool. Kalojmë tek kjo. Kjo shërben për të bërë selektimin manual. Shikojmë. Duam të selektojmë këtë pjesën këtu. Atëherë, për të qenë të sigurt, do ta bëjmë edhe këtë. Dhe shikojmë që është selektuar pjesa. Okej. Polygonal Laser Tool. Shikojmë çfarë mund të bëjë kjo. Shikojmë, kjo e bën në këtë formë selektimin. Domethënë nuk na duhet ta mbajmë mouse-in shtypur siç e mbajtëm tek vegla e parë, por thjesht klikojmë një herë dhe pastaj vetëm bëjmë tërheqje. Klikojmë në pikat që duam ta bëjmë kthimin. Ja, shikojmë. Etj. Klikojmë enter për ta parë se çfarë kemi selektuar. Ja, kjo pjesë këtu është e selektuar. Kalojmë tek vegla tjetër, Magnetic Laser Tool. Kjo është një vegël shumë magjike. Shikojmë se çfarë mund të bëjë kjo vegël. Shikojmë. Atëherë, kjo ngjitet sipas ngjyrave. Ja. Ndërkohë që pikat i krijon automatikisht, unë vetëm bëj tërheqjen me mouse. Shikojmë këtu me kthimin. Shikojmë që ngjit mbas fytyrës. Ja. Okej. Ta zvoglojmë pak. Duhet ta afrojmë lart. Ndërkohë që na iku, nëse
Atëherë thjesht sa për ta demonstruar se çfarë bën në kjo vegull, atëherë na ka selektuar këtë pjesë këtu. Të zoglem, deselect. Atëherë ka për sa i përket veglës së tretë, kalojmë tek vegla tjetër, e cila është edhe kjo bën selektime, pa bën në mënyrë automatike. Shikojmë plus. Shikojmë që kjo i bën selektimin sipas ngjyrës. Okej, thjesht pa bëjmë një provë këtu. Ngjyra e trupit dhe ngjyra e zezë. Shikojmë që do selektoj vetëm ngjyrën e trupit. Ja, vetëm një herë klikoj dhe selekton vetëm ngjyrën e trupit. Ndërkohë që kjo që është pak më zezë, domethënë që bie e hija, këtu nuk e selekton bashkë me ngjyrën e trupit. Shikoj. Ndërkohë që për të selektuar vetëm këtë, ja vetëm një herë klikojmë. Dhe do të selektuar me bash, ja. Është selektuar edhe kjo pjesë. Për të selektuar vetëm të zezën, shikojmë. Okej, ja. Tani kalojmë tek minus, tek vegla minus. Që të punoj vegla minus do të aktivizojmë plusën në fillim. Shikojmë, bëjmë një selektim këtu dhe bëjmë një selektim tjetër me plusën. Shikojmë me minusin, kemi selektuar gabim këtë pjesën. Shikojmë që do ta heqim. Dhe hoqëm. Ndërkohë që vegla tjetër është e njëjtë si me plusën.